Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi, a do qumësht apo lau, Komarica vjen vërdau. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Mirëmbrëma. Përshëndetje miq dhe mikesha të Fejkof. Motra dhe vëllezër, shqiptarët e mi të dashur. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së hënë, 13 korrik 2026, VAP. VAP. Për vëlim. Fenomeni El Niño. Fenomeni Fernando Torres. Jemi thjesht vetëm 2 ditë mbrapa nga magjia që përjetoi Tirana, nga magjia që përjetoi Shqipëria. Ne shqiptarët, Ja kush magji? Tuna dhe mbrapa, do më lësh të flas se kam editorial. Bëri në gjë na dirmura. Do më dëgjosh. Ndihemi më ndryshe me europian, me amerikan, më fshatar, më revolucionar, më flamingo. Why? Ama tani mos shko Albano. Më mërzit shumë kur bën naivin dhe mos ignorantin kështu hapur në ekran. Po ishte ai Kanye West ore. Kanye. Si Kanye? Po Kanye ka i çam duhet më. Kanye. Shembi Tiranën, deri në Kinë ndoj. Tiranësi mori bleshat. Po ta mbarojun. Është ndjekur live nga 650 veta në Kinë. Në Japoni e kanë ndjekur në 24. Isha unë. 24, ishte nga Japoni pe. Nuk shikonin ndeshjen. Ne shikonin këtë. Shikonin Argentina e gjitha. Losë një ditë Argentina, arse kushtose finalja. S'ke që do Leo Messi. Të gjithë lidhur me Kanyen. Të gjithë lidhur me po shef spektakli pa parë. Ose ifja këtë. Or ti mbam ndonjë këngë të këtij që është e fuqishme? Davadom, dingadom, nanadom, 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 benadom, papape. Si a di fjalët, po kështu është muzika. Ky kënon këtë? Se ke dëgjuar ti? E po këngëtari madh. Shumë i madh. Ky është me famë botërore edhe poshtë. Ka pasur atë të fejuar të Kim Kardashianin. Qa thua? Shko magjin këtu. Po çaj morin mbledhjen e kryeministrisë? Po jo, i tregon këto ambientet nga që kishin bërë bed review këta edhe i thash sa të bukur e ka mund zyrat, se më bëjnë bed review. E si bën ai sikur habitet kot. Se mos bëj ai do marri lekët, po si e ke veshë si Saldator atje në emision. Jo, veshin shumë mirë kështu. Ua, ku është ul? Ua, çka ka këtë librin? Është ai Albania X-Files. E mori dhe ky jo? Po tani ky beti pasur me ato si të bësh milioner, ç'është? Jo, si të bësh milioner është tjetër gjë. Është ky libri që ka shkruar, është e ka shkruar Rama këtë librin? Jo, si të bësh milioner. Këtë librin e ka shkruar arkitektë ndryshëm nga bota. Po edhe e shet Rama. Ai shpjegoi Blendi Man. E mirë, dhe e shet Rama. Rama do shesi, kush do shesi për shkak. E kush i merr lekë tore? Lekët i merr populli. Do ndajnë për pensionet? Jo. Po çfarë? Populli, dëgjoj mua, pjesë e popullit janë këta ministra, deputet, këta që... Qa ke mondi? Na linë të shikojmë thot magjinë e koncertit. Ha, ma qa magjia, ha? Stop! Mondi të lutem aty të globi, ecë të globi, ecë dhe pak. Këtu më mbaj. Aty. Qa është kjo vota kështu nga sipër? Që është kjo ka hipur sipër lartë kë? Ja ka bërë si disë Alfred Çakos. Po? Ja, unë hipin në majtë të botës, bota s'është e sheshë rumbullake. E unë hipin në majtë të botës e nuk më merren mend. Qa thua? Pavarësisht sa lartë është të merren mend. E ka personali me Fred Çakos. Po, që e ka botën kështu ky që shikon botën kështu nga lartë. Ku ka hipur? Në majtë botës. Majtë botës, o? O pëse sa bota ka? Ja, 2. Asaja ka hipur ai, po ne ku ja kemi hipur? Ne jemi te bota tjetër. Në botën tjetër ne? Kjo është botë çik më e vogël. Edhe ai ka hipur ky? Po. Ky ka hipur si ajo, si e me i me zeq, ose në majtë thanë. Po, është tjetër ajo. Po, ky ka hipur Stambollin. Këtu është hipur, shiko, pse shi... Seriozisht dhe kjo? A ishte Rama në Ankara, në Samit, që talë. Po. Ky hypi që i thoshte Rama, shko ku kam qenë unë, hyp atje. Qato, edhe pse, ati kush ta tërgon kush me Maliaj?
Malej duke se kanë kthyer te nga Ankara teleskopin. Kanë kthyer nga lindja. Faktikisht ku ka arritur Shqipëria, bravo. E shkon që arritje që mos e marr vesh për çan kohën. Kur çe doni bukur. Kur lirohet kjo Tiranë-Durrës treni? Avash. Treni avash ecën faktikisht. Do lirohet. Një ditë do bëhet ajo. Po një ditë do. Po tramvaj i Lulbashës. E zi po e pres ka 20 vjet. Jo, po faktikisht mua pëlqeu se kishte folë te kryeministri për këtë se unë fillim fare pata një lloj çne. Po kuptova të mirat që duhet na vinë nga ky. Po sa të mira na vinë nga ky. Po ja dëgjojnë çikë. Shqipëria e sotme nuk duhet të pyes vetëm sa kushton. Shqipëria e sotme që synon ligën e kampionëve të mesdheut turistik duhet pyes sa vlerë krijohet nga ky investim. Sepse një vend nuk bëhet kur dot i pasur duke menduar vetëm për barkun e jo edhe për shpirtin. Mirëqenia rritet duke krijuar vlerë, duke tërhequr kapital. E kuptova, mund të kuptova, kjo është shumë mirë. Dhe mbi të gjitha duke qenë aktor, protagonist, jo spektator pasiv. Për aktor jam unë. Të botës. Edhe unë, dëgjoj, o mund i le kuptova, dëgjoj. Këtu ka të drejtë. Nuk besh i pa, dëgjoj, ma je i pasur ti? Ja. Po normal që si e dajko, si do besh i pasur, po sa i ke hedhur barku të keqen. Ço ti barku im pengon ti? Po nuk më pengon mua, të pengon ty të besh i pasur. Pse po të mos kem kështu bark këtu më? Po se patë mendja ta hash llaçosh. Vete mendja si të besh i pasur. Si të besh milioner. Prandaj ka qëndruar Mondi 2 ditë pa ngrënë. Jo, s'ka lidhje, jo se po sëngre, po se patë mendjen e barku fillon mendon gjëra spektakolare. Çfarë thua? Fillon për shembull, i thua njerëzve, a doni të bëni të pasur? Më jepni mua 30.000 euro, t'ju mësoj si të bëni të pasur. Çfarë është kjo? E ka bërë Ermal Mamaçi i pari. I thoshte njerëzve, më jepni mua 26.000 euro, po ti mund ta bësh me 30, se më i famshëm. Edhe merr numrat e telefonit njerëzve. Edhe i thua, miq do flasim në WhatsApp bashk, po do bëjmë grup WhatsApp i bashk. Po grupi si bëhet? Është njësoj si kjo që flet WhatsApp, si flasim e bashk, po hap një grup. Dhe jeni vetëm ju të dy prap, s'ka njëri tjetër në grup. Jemi ne dy. Po. Po është më i fuqishëm, se është grup. Normale. Po që pra ashtu, shiko, mua më pëlqen një gjë. Sepse duhet diferencojmë pak nga gjërat bazike. Do të investojmë për më lart. Mua pëlqeu atëre kur tha Lalieri, mo ti ja ka thënë aty. Lalieri më prandaj duhet të bësh kalibër magjik pak. Ti e bër. Ti e kalibër magjik. I vogël, që 3 vjeç. Ngela etalonon. Etalon. Hiç asgjë. Po është ka thënë bukur atëre. Ne ta mbushim Tiranën me furra buke. Kush? Kjo është po ti keq ignorancën. Lalieri? E mbajmë. A Mondi? Se Tirana që i fur buke, unë do isha bukpjekës e kështu. Dhe gjithë populizmi që do të kapet me gjë më bukur, thot njerëzit s'kan buk të hanë, ju merrni me muzikë, me la la la. Edhe një gjë që më ka mësuar kjo punë është që njerëzit nuk jetojnë vetëm nga buka. Se po të ishte kështu bashkë, do ishte furra më e madhe e bukës në Republikë. Edhe unë do isha bukpjekës më i madh, edhe të gjithë do shpërndanim tava me bukë. Njerëzit jetojnë edhe me artë, edhe me kulturë, edhe me muzikë, edhe me libra, edhe me opera. Me 3 këngë heq drekën. Vetëm më duhet i vësh pak, më fal. Lali, Eri, duhet i vësh pak freja artit, se pastaj si të ka mësuar kjo punë. Mirë. Do të bësh artist për shokët e dhomës. O Mondi, po pse interesin personal o njeri? Ta tharë dhe me 3 këngë heq drekën, me 3 këngë. Nuk të hahet, o Mondi. S'ta hahet. Në darkë, s'ka nevojë të hash një tas me kos. Dëgjon, fast, uj nuk pi, bën fasting, dëgjon vetëm atë. Se kena bogati, atë kila bati. Edhe as në ëndër nuk të del buka. Se Në ëndër dhe të del se të merë uria e dajko. Të merë uria gjithë ditën. Ore, Mondi, se ky flet edhe një qikë për qartë. E kupton ti tani se Tirana, që është kryeqyteti i Turqisë. I kujtë? I Turqisë. I turizmit e i Turqisë. Në Turqi, ai kur kishte bërë njoftimin, takojmë në Tiranë, në Turqi. Po ishte nga tëruar, moja mjerë një këshu Kanjo aja uast. Po moja mjerë një personale, s'ka faj ma vria, po shi traumatizm. Mori 4.2 milion euro për të promovuar Shqipërinë. Kanjo aja uast. Kanje uast. West. Na ngatron me Turqinë. Ja, hape qika të Mondi, hape qik. Me turfak. Urdhro, ja dhe keke. Po qalloj Gjugji qika, unë e djatë gjatëre. Jo, është aji. Po ishe pacizme kësa radhë. Bravo, Mondi. Bravo. Se edhe ti... Mondi tha që kjo review për Shqipërinë me
9.8 Shqipëria. Review të Shqipërisë ja kanë bërë copra, po shqyqy që mori ka një review të mira. Qa? Shqyqy që mori ka një review të mira, se review ju kanë bërë sulm gjithë dhe ke pa që këshim bërë me review-t. Pash mira, më mirë pak, se Më mirë. rritesh. Nashë. Ajer gjithkohë në Ke rritesh. vend për përmirësinë. Po edhe Amerika po bën nami se ishin ngritur dhe atje disa grupe nga këto marksiste-leniniste, komuniste, nuk kanë pranuar që të shkojë këngëtari ynë i madh i muzikës popullore përmetare Vask Surri, që do bëjë koncert në Amerikë. Kush e ka thënë? Po ata Nuk duan Vaskën aty? Nuk donin ata. Kush? E kishte hedhur Trumpi aty, kishte thënë nuk janë asgjë $4 miliardë. Ata mbarojnë njëri. Nuk janë asgjë $4 miliardë për Amerikën, para asaj që fiton Amerika. Se kuptojmë kush po i ve. Se kuptojmë po vete mbreti. Po vete Vaska. Jo, o mondi jepe qik. Shtetet Bashkuara paguan $4 milion për koncertin e Vassurit që do mbahet në Washington. Kjo mbështetje synon të garantojë suksesin e plotë të vendit, forcoj marrëdhëniet kulturore, të ruaj prestigjin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Po ky shketi, ky do këndonte. Ai të pika, hidhe prit moj ato cica, gure. Po ti puth pak se jam, se mu. Trapi që më dhe për këtë këngën, a? O Vaska, aman. Për te tjerave se Vaska është me të vërtet një magji e muzikës popullore vërmetare, por gjithë ato të jugët, unë le përqesh shumë dhe kam mik, është ndere knajsi, pavarësisht nga momenti i krahasimit humoristik që po i bëjnë në këtë rast. Vaska, we love you. Respekt Vaska Curi. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Dize Vaska. Dëgjona. Bajti ti tek koncerti Kanye West? Po isha në Japoni të thashe. Më the. Kisha takim në Kyoton. Mondi, shumë nga vizioni në Burg. Shumë nga vizioni në Burg? Po. Pse? Pranvera me këta të emisionit me Qere? Kishë në vajtur të Keni. Te Kanye? Te Kanye. Ke qa, pse në Burg? Nuk lijohet, ore. Pse? Po kishë të dala i asaj organizatës që mban emrat shënim, kushiri kush doli e qa. Do bëhet një ligj që do quhet ligji suflaqeve, dhe të gjitha do lista emrat do futen nga një vit në Burg. Këta që do fusin... Si mirë ato ka ligji kështu? Do bëhet, kështu do bëhet. Se di se do dali. Me referendum. E di se do dali, si që doli që po i ka sulmuar këta këngëtarët e gazetarët me të dash për unë, mos shkoni tek Albano Bogdo. Do të ku vete bën humor ti? Do bën një tabel. Mos qesh një këtu, sa është banë Albano Bogdo. Dhe do s'ka, do bësh Shqipëria e re. Po bota, që do thonë bota ata e ko për të vetë? Bota 3 ditë bëhet qameti hataja. Më shumë pastaj, edhe unë dërgova, se për botën, dërgova Sonin. Thashore, pa shkojnë, qa është kjo çmendurie? Qa çmendurie është kjo? Se s'di qa i ta dërgove pjesë botën? E dërgova. O Soni, e qatë thanë? Kush mori pjesë në koncertin e Kanye West do dënohet me nga një vit Burg. Kështu tha një nga drejtuesit e protestës, duke i quajtur lista e suflaqes. Është për të qeshur, për të qarë, apo dhe ju jeni dakord? Me thënë drejtë, mendoj se është drejtë çdo kujt që të shkojë ku duan, do të thënë sipas dëshirës së tyre, por patjetër nevoja e këtij vendi do të thënë kërkon që njerëzit të jenë pak më shumë pjesëmarrës në protestë sesa në koncerte, do të thënë qefe. Do të thënë mund të them që ka mbaruar koha e qefit, tash koha jemi më shumë koha në halli, tani e kemi nevojë që ta zgjidhim këtë hall që kemi. Çdo njeri do ta shohë dhe të mirën dhe të keqen. Se ku shkosh e drejtë e tij pastaj. Ajo mendojmë se është mas dëshirës së individit, si e gjykon individi. Dikush shkon disko, dikush në protest, dikush... Po, njët janë të ndarë gjërat. Dikush si për grus. Të ndryshme. Nuk qa bët për shumë? Unë nuk shkova do të ashtu, sepse për arsye pune ashtu, por që e ndojgja si lajm, mi fjalë, e ndojgja si lajm. Ishte qef të shkojë të Kanye West? Por aty ishte çik problemi, do të thonë që, si më thënë, është këngëtar i kaf. Po protest që është falas, dolet? Protest kalem një herë kështu dhe. E keqja më e madhe është që ai koncert dështoi sepse u mbush nga patronazhistët. E kupton pra që do të thotë ai hedh 4 milion euro për t'i bler bileta falas patronazhistëve. Videon e Zegjines, ai pat. Zegjine kishin mbledhur aty nga kishin mbledhur nga fshati vet, edhe i thoshte urdhë biletën falas. Show, super koncert. Edhe thoni jo, mos më bë koncertin.
Harxhon 4 milion, pa fiton 400 milion. E kuptova. O çka kupton ti se ky bën gabime? Po pse tha një drejtues nga protesta që kush ka marrë pjesë në koncert do dënohet me një vit burg? Mos u merr me doti, tan bandat e atyne që Mos u merr me atë punë. Pa shko në koncert? Po si shkon në koncert? Po do dënohesh me burg? S'ka gjë, vit burg ja blen. Vinjen, do i basi vinjen. Tani ndi bot, o shoku, Trump ishte në dorën, Macroni e puth, ai, Antonio Costa e bravo shoh, e vetëm me Putinin nuk ataku. Roma do vojnë takim. E marrësh. Është për qeshur për qarë apo? Tani, nëse jemi diktator, kështu që se si ka lërinë vetë, kështu që... Kush është ai këngëtari? Kanye West. Çfarë është ai? Nes po shohim me ato talentet tona. E kuptoj. Shkojmë atje, paguajmë gjithë ato pare. Kemë duket patalet me lekët e shqiptarëve. E kuptoj. Rama është një copë prerë, me Rama po, e gjetë do të aty. Do ta marrë telefon? O, merë. Ai se kanë telefon. Çfarë do t'i thuash nëse do ta marr? Ku, je një pushtues valla, je një tiran. Ka di them maun. Zoti kryeminist, mirëmëngjes. Kam një qytetar këtu, do të thot dy fjalë. Vetëm dëgjojeni, nëse mundet. 2 sekonda. Apo ç'i thash? Në qetësinë e pushtuesit ti je një kriminal i mirëfillt. Je një pushtues i trashëguar. I trashëguar. Nuk është ai më, ta flati. Rama, ai më është. E ke budalla nga bërë. Edhe ky pushtues i trashëguar, se kisha dëgjuar ne. Çfarë do të thotë pushtues i trashëguar? Do me thënë, hap një dyqan në 2010-ën tek mbikalimi ozon në Astir. Po, dhe fillon pushton Tiranën pak nga pak. Pushtimi trashëguar. Bravo, përfundon pushtimin, fillon nga medresia, nga dregu elektrik, te xhamliku dhe e përfundon tek Sauku tek pika me re që ka për vjetorin. Jetonin më mirë duke kursyer. Bravo. Dhe do kthehemi tek një ngjarje që faktikisht ka bërë shumë përshtypje në Europë, po për ne jo, se ne jemi shtet demokratik. Kam 3 vjet me atë po. Ishin në Parlamentin Evropian që u bë votimi për asocim stabilizimit, çfarë quhet kjo? Edhe opozita votoi kundër në mënyrë unanime. Pra, gjithë Parlamenti Evropian në mënyrë unanime pro Shqipërisë, kurse ata votuan kundër Shqipërisë. Kush? Ja shikoj si lajm. Opozita nuk votoi rezolutën për andarësimin në BE, Rama, eurodeputentët dhe PS votuan për Shqipërinë, pakica u nisën për protestë. Këta tanë ato? Jo, tanë. Opozita jonë s'ka votuar për që shfutemi në BE-ne. Si ka mundësi i dalin kundër? Po i sekundë, pra. Edhe kështë sulmuar Rama, t'ju vitë turpe tjera, po faktikisht... T'ju vitë rende. Po faktikisht, që këta votuan kundër hyrjes Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kanë bërë mirë apo kanë bërë keq? Do të si shikon ti si analiste politiko geopolitik votrore që e shok ngushti Trumpit 4602 vjeçar. Kjo është një vendim që mund të konsiderohet edhe si seriozisht këtë. Po, kjo mund të merret edhe si pro dhe si kundër, mund të merret edhe si figurative, po edhe si drejt për drejt. Mund të merret si politike, po mund të merret edhe si seksuale. Jo politike, edhe seksuale, është kjo. Pse ka konotacion seksual kjo? Absolutisht. Dikush thotë që po, ti po jo. Jo, bra, është ajo që bën më të vështirin. Aje, mos më njerë me që në fillim. Lutem t'japin lek. Sa e bukur që kjo. E kuptove Mondi? Jo që në fillim, po. Rezistoj njerë. Pastaj... Kjo e tregon karakterin. Trego, po. Më zirë mije për drek, për dark, për gjera, më qonë në himar, kështu, pastaj. Edhe, mo qake, po e di mo që ka pas parlament, orë kjo është i qmëndur pas parlamentit. Ore, Mondi, parlamenti mblidhet për probleme ekonomike... Në vërtet, i 25-26 dit një Japonie në Kore, se janë në përqenë ato aziatike, po këtu jemi 3-4 dit në muaj. Unë qeshtë të qmënde, më thotë. Kishte bler vez, Mondi, sot. Pse? Kishte dëgjuar që do qëllojshim në vez ata sot. Ata u tërguan më të zgjuar. U shto të vajtë asë njeri fare? S'kishte vajtë asë njeri? Po ku e dinin deputetet këtë punë pa? Deputetet s'dinin që? Kaluan psheuraz. Kaluan majgardit. Ja, shikoj.
policë, E di pse në gjithë të vap të vërë, shiko, qa duhet të bëj për shtypit? Gjithë kjo vap që që sot, deputetet janë vesh të gjithë me dëgjata. E di pse? nga ija. Jo. Janë si këto gocat, kur ikin fshehurazi në disko, i thonë mamas do vete shoqja vend disko, vishin me dëgjata, sa vend disko pa heqin rrobat, dalin kështu me funde dhe me bluzë. Dhe këta, vesh me dëgjata, si ta hanin vezët, sa të futesh në parlament, ishin një palë rrobat Rimet skutra. Kuptova, në gjë mua, se kishte dalë njëri që bënte reklam për vezë, që më bëri përshtypje shumë. Vill. Po, jepe mondi. Ai shqiptari për tregti. Hajde vezë speciale për parlamentar, vezë speciale për deputeta. Hajde shoku shivi, ke këto të kuqet për PS-n, kenet bardha për PD-n. Po more 10 cop, 2 i ke falas për goditje shefash komisariatit korruptum. Hajde vezë speciale. Tani, më fal. Po këta pse nuk dolën protestuesit me vezë? Apo ja kamerë fshet? 25 shiti. Kamerë fshet. Kamerë fshet. Ja u lanë dhjerë. E morë veshin vesh 2 palë roba. Këta thanë ajde tjera. Su vemi fare. Edhe ngellën ata, prisë të qëlloheshin ata. Ja bjën rëci vedes ta. Po, nëse kështë dalë kjo vajza, kjo... E pash, Neo Malsoria. E Old Malsoria. Neo, jo Old. Old do me thënë e plakur. Neo, e re. E plakur? Malsoria që përfajson rinin e Malsis. Po, pasi, shko që kështë në kjo dhe duhet ma shpjeguar ti se kuptoj. Unë si deputete do isha shumë e nderuar me më gjujt me vezë. Si e nderuar të dëgjojnë me vezë? Po, nuk po më gjujnë mu personalisht, po më gjujnë institucionin dhe institucioni, pra deputeti është institucion. Dhe parlamenti, institucioni u përket qytetarëve, nuk na përket neve që jena me mandat dhe me kohë të kufizume në këtë karrige të caktume. Dhe besoj se është shprehi e lirisë të tyne si qytetar për me shpreh kundërshti dhe mos dakordsi që ata kanë nga veprimtaria politike se cilit deputet. Dhe madje i ftoj që nëse ata nuk do jenë të pakënaqur me përfaqësimin dhe me punën teme në parlament si deputete pavarë, të më gjujnë me vezë. Po pse mos a qellojnë me sallator këtë? S'kanë qelluar me sallator, gjithë me vezë kanë qelluar. Pse me sallator do të shketën? Po sepse nuk do qellojnë këtë. Të gjithë kanë qelluar me... Po institucionin. E po tash i mbas emër për tërës kjo. Më fal. Kjo Neo Malsoria që kur tha dorëheqjen që dorëzoi mandatin, çka ka bërë? Kjo ka bërë gatuan. Ka të si të gatuajmë. Ka për rubrik. Po, ku? U mandi? Po do të vesh. Hape, man fund një mëngjes lirie. Kjo gatuan liri. E qa duke beret? Liri. Po gatuan apo lanin? Liri, është peto që për teja. Peta, është liri. Po si gatuat liria? Liria nuk... A o gjendet midis jush. Wow, me snezha? Që të thua? Po Mondi, po e ke aty me Klodin bashk. Ore, po Klodi vazhdon, duke se ka dhënë dorëheqje, është vetë dorëhequr? Jo, vazhdo. Vazhdo me PD, në Iqmën. Vazhdo në PD, vazhdo në Vizion, vazhdo në... Me Saliun, në Iqmën dhe me Salën. Iqmën dhe me Salën. Se lëviz njëri. Se... Më tha mua kemi shpresa, tha, Klodi. Shpresa? Po, se do ndryshoj kodi... Shpresa nuk tim shpresave, po shpresa të vëshpresa. Shpresa, jo, lere atë, po lere atë, mos mërë me atë. Ka shpresa se do ndryshoj kodi i zgjedhjeve. Kodi zgjedhor i zgjedhjeve? E tha kjo, gjikuria. Kodi zgjedhor? I zgjedhjeve. Po kodi zgjedhor për zgjedhjet është, kodi zgjedhor nuk është për pusetat. Po jo, kështu thuet. Kodi zgjedhor i zgjedhjeve. Kështu, Albano, ja ta gjëra që si kupton. Po ta prish vetëm se e etalon. Po, kalibër në Si e kalibër kështu të kuptosh këtë gjëra këta? Seriozisht e kjo? Ta shkojmë që ka thënë Gjiknuri. Gjikuria. Në gjitha konstatimet në raportin e Odirit, thuhet një fjalë, zgjedhjet në Shqipëri administrohen në mënyrë profesionale. Në këtë rast, institucioni i zgjedhjeve arriti të organizojë edhe një proces shumë të komplikuar votimi, që ishte procesi i votës diasporës. Pavarësisht problemeve logjistike dhe teknike, sepse afërmendsh për herë të parë, gjithashtu i mëshohet fort në rezolut teknologjisë. Qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Komisioni i Reformës Zgjedhore në seancën tjetër Mondi. Dhe pa një reformë zgjedhore. Qeveria do me thënë është e gatshme të paguajë deri 50 milion euro që të fitoj e njëjta qeveri prap.
Pse, ore? Po të ndryshoj kodi zgjedhor, ore. Po le të ndryshoj, këta do fitojnë prap. Po jo, ndryshon kodi Po zgjedhor. të kishte bërë kësaj radhe. Ore, ndryshon kodi zgjedhor. Po këtu do jemi tani me keq. E kuptoj, po ky tha këtë, që po ta kishim bërë këto zgjedhje, ne ishim gati të paguanim 50 milionë euro. Mirë. Dakor, të merrem me këtë po. Faktikisht, me fjalë se këto që tash Albano kishte dalë Taulanti. Taubau. Po kishte folur, më pëlqeu. Kishte qëndisur. Hajde. 90 vite më parë, në Gjermani të kërcënonin nëse ti shkoje të blije produkte tek dyqanet hebreje. Dhe në secilën prej dyqaneve vendosej një letër ku thuaj mos bli këtu se është hebre. Sot vendosin fotografi këngëtarësh në mure apo në pemë, ju thonë ky nuk e ka mbështetur protestën, dalin dhe thonë ku shkojnë koncert do dënohet me një vit burg, Naziskin, turp. Mondi. Dëgjo, o Taulant. Prito një sekondë. Më fal. Mondi. Se Mondi ishte. Jo, t'ja shokoj Taulanti. Taulant, dëgjo vllajnë, keqe. Nuk është se ka ndaj keq. Se për nazizmin që këshu për çifutët, nga që janë etni, është një popull që po i bën targetim kot, e kupton? Bravo. Dhe sa për këta e kanë, nga që po të jemi neutral, mund të shkojmë nga dyja krahët. I kanë mbështetur gjithmonë në për koncerte, ju kanë mbajtur gjithmonë, ju kanë prej bileta. Çfarë lidhje ka kjo? Jo. Po ta shkosh në këndvështrimin protestues, dhe thonë kemi ardhur gjithmonë. Ore, dashamirës është dashamirës dhe nuk është me kaje. Jo, thotë se s'keni dhe ju dashamirës për ne, thonë? Po ti s'po bën koncerta, vëlla. Që dhja të kënaqet. Po ka ma restorant. Po secili ka aspiratat dhe alternativat e veta në jetë. Prandaj tani reklama. E pse e tek kështu? Më i ëmbël. Po unë dua ta them si protestues. Reklama. Jo reklama. Reklama në burg, publicitet në burg. E mirë, në burg të gjithë. Isha me mondin që pari, isha i trëmbur. Dëgjo, boll ma the se unë e di që me mondin e gjithmonë, o me mondin o me Klodin. Dakor, po ishte trëmbur, po nuk e qetësoja dot, ore. Do na vrasin Trumpin, tha. Po vari Trumpin e po e ka ndarë. Ja vër Trumpin me fjalë, po doli vetë. Izraelitët. Çi futet? Semitët, zionistët. Do ta vrasin se nuk... Mi marrin të keqen djalit. Mi marrin të keqen djalit. Ore, shikoj, është vetë ai, ja, jo. Trumpi, si është? Një raketa janë gati për të lëshuar dhe synojnë Republikën Islamike të Iranit. Emirat të tjera do të pasojnë me njëherë, nëse qeveria iraniane do të zbatojë kërcënimin e saj, të bërë në shumë vende të botës, për të vrarë ose për të tentuar të vrasë presidentin në detyrë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë mua, theksoi presidenti amerikan në një postim në Truth Social. Urdhrat janë dhënë tashmë dhe ushtria amerikane është e gatshme dhe e aftë për një periudhë prej një viti, me mundësi zgjatjeje të shkatroj plotësisht të gjithë zonat e Iranit, shtoi ai më tej. Më kujton atë që tha shoku Enver me bastunin, me xhaxhan tim. Ishte një bastun në formë solete dhe i tha me atë bastun me një precizion 1 kilometër kërkonin azgjësimin e sekretarit të partit të komisionarit të partisë, do më thënë mua. Marit keqe shokove! Qave. Por që për këta gazetarët pas kanë ndruar emrat të gjithë? Shumica. Po kështë dalë kjo... Dëgjo, ndrimi i emrave ka ekzistuar me kohë, për shembull. Ti si e kemi në Albano Bogdo? Dëgjo. Emri vërtet yti kush është? Mua më thonë Bani. Bane? Bani. Ua Bani. Dajo ai Bani Ramet. Bravo, dëgjo mua. Aleksandr Stavre Drenova e ka pas as Dreni, që mos ta njihni në rrugë. Po. E kupton? Po. Dimitër Shuteriqi e ka pas Dimitër Shuteriqi se njihte njëri. Agron Llaka ti e ke Gone. The Boss. The Boss? Oke, ka diskutim, po hajde. The Boss temi ne dhe një qefin e dajko se mëzitis, po dëgjo mua. Se këshu e në zërat të ti tani? Gonet, thëm. Jo, po dëgjoj tani se e thot kryeministri i Shqipërisë në hije. Rama ka dalë thot. Jo, kryeministri Pupja. Pupja i mi dashur. Sa më që ke trashur. Kur që në shkollë që mi jo? Kol Palla e ka ndryshuar, e ka emrin Kol Kyçi. Pra, këta njerëz dashur shqiptar, këta çfarë nuk po bëjnë. Më falni për emrat dashur shqiptar, se këta kanë vënë emra lloj-lloj. Dhe që kanë me pseudonim.
beson vërtet me shpirt që është një njeri që e ka ndryshuar emrin Kastile që mos ta dollojnë që është me njëjtë. I dërgoj mesazhe këta denoncuesit. Ai ka ndruar nga Mbyllë për sot ose kemi gjithë javën përpara se fillon El Niño prapë e para. Nesër do e vap më madhe se sa sot. Po për këtë dhe të tjera s'keni parë gjë akoma. Nga unë dhe Albano për sot. Do flasim nesër për rënien drastike të shmimit të skordave. Për rënien drastike të shmimit të skordave që më në fund o zot ku kemi qenë. Ka rënë çmimi i skordave? Dgjoj. Çmimi në vend ka ndonjëherë, thjesht ka rënë euro. E kupton? Për këto dhe të tjera shifemi nesër. S'keni parë gjë akoma. Moj të mbarë. Natë e mirë.